Bllokadash, Drenori, komenti? Është pa nevojshme dhe pa natyrshme realisht me shku në zgjedhje prej secili subjekt politik. Këtu kalkulimin është ju bën vetëm LDK-ja me gjas, me idenë që zonja Osmani pas të përfundon mandatin, pra dhe këto ditë që i kanë betë, shkon LDK me provu mos po mundet më ngrit. Përndryshe asnjë subjekt politik nuk ka ndonjë diçka tjetër tre që i ofron elektoratit, na i ka udhë diçka shumë të madhe që mundet me ndryshuar rezultatin. E the edhe ti. Në asnjë mënyrë nuk sheh unë vetëvendosjen që bie në mënyrë rapide të poshtë. Për dallim prej kolegëve nuk shoh sepse s'ka ndodhur diçka që mund t'i fajson ata. Prandaj është e panevojshme sepse s'ka. Po unë besoj që ka zgjidhje. Unë besoj që ka zgjidhje sepse për minimum edhe për një kandidat janë votat të deputetëve shqiptarë të mundshme. Unë shumë besoj dhe lutem edhe do t'i bëja apel zotit Kurti se në dorë të Kurtit është që të heq dorë nga dy kandidatet, ata sun me gjas sipas ligjit, ata do të mbesin kandidat. Po të orientohen të një kandidati tret dhe bashkarisht mos të mshefin po të nxjerrin emrat në publik dhe le të ecin përpara të bëjmë një president pa libresë partie siç ka qenë edhe fillimi. Pra po thua që vetëvendosja është e gatshme të heq dorë nga Glaukun Newsa? Ish dashur me bën që të punë për të mirën e Kosovës sepse nuk mundet me zgjedh Glaukun as mas zgjedhje. Nëse shkojmë në zgjedhje pa heq dorë vetëvendosjen nga Glaukun Newsa, kjo